hapja e një pike kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në fshatin Debëllde do të integronte fshatra të tëra të brezit kufitar, duke shkurtuar kilometra të lëvizjes vajtje-ardhje. Investimet në infrastrukturë janë një tjetër indikacion që ndikon në mosbraktisjen e zonave rurale dhe shndërrimin e tyre në vende atraktive për turizëm që ndikon në zhvillimin e ekonomive familjare. Natyrisht se po, përshkurton rrugën për 20 km ose 25-30 muj me thonë të lereshëm, se ka njerëz qytetarë tonë të Mërgatës që udhtojnë në aeroportin e Shkupit dhe e kanë shumë afër të vinë përmes pikës kufitare të Debëldejit. Gjithashtu edhe familjarët të cilët kanë lidhje familjare me fshatin Tanush, Brez, Malin, Likov, e kështu fshatra tjera që do të përshkurtonte rrugën dhe komunikimin e ndërsjellë. Lehtësimi po shumë i madh, se përpara ka qenë rrugë shumë e baltë, ka qenë pa kalueshme, po me rregullimin me shtrimin e rrugës në asfalt shumë u lehtësua, si për këmbësorë, si për automjete, si për shëndetore, si për vizitore, edhe për shumë të tjera sene. Angazhimi dhe më i madh për ta bërë jetën e banorëve më të lehtë pritet si nga institucionet lokale po ashtu edhe nga ato qendrore. Zyrtarë komunal nënvizojnë se ky angazhim do të ishte joshje për investime përmes projekteve të përbashkëta ndërkufitare. Këtu është investimi i Bashkimit Evropian, i bashkëpunimit ndërkufitor, projekte të cilat ne i kemi ideu edhe kemi fitu. Kemi një frekuentim të madh vërtet nga i gjithë regionit që vinë në Debëllde, po mbi të gjitha unë e kaluar kom përsërit kërkesën për pikën kufitore mes Debëldejit dhe Tanushës për shkak se një brez i tërë i cili fare fisnisht lidhet gjeografikisht, po lidhet edhe aspekti ekonomik, qarkullimi i njerëzve i mondrave. Fqinjësia e mirë mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut me hapjen e pikës kufitare mes tyre do të shtonte mundësi më të madhe dhe më të shpejtë për qarkullim dhe zhvillim të kësaj zone ekologjike me përfitime të shumta socioekonomike.